Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhalla xjalaluhu, salavatet dhe selamet ja përcjellim të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun xhalla xjalaluhu, i cili na ka zgjedhur dhe na ka sjellur në shtëpinë e tij për të bërë ibadet e për të qëndruar sonte para tij, e duke i kënaqur shpirtat tonë dhe zemrat tona me ndëgjimin e fjalëve të tij dhe duke i shprehur lutjet tona në sejdët tona, që na shpresojmë inshallah që Allahu xhalla xjalaluhu ti pranon gjitha lutjet tona, gjitha veprat dhe agjerimin ton, si dhe lusim Allahun xhalla xjalaluhu që Allahu ta pranon nga ne përpjekjen tonë dhe të na jep sukses deri në arritjen e fundit të ditëve të këtij muaji. Të nderuar vëllezër, padyshim se fjala e Allahut xhalla xjalaluhu është aq e çmuar dhe aq me vlerë, sa që kushdo i cili angazhohet me to, Allahu xhalla xjalaluhu e ngrit në grada të larta dhe në shkallë të larta, i jep vlerë në këtë botë edhe në botën tjetër. E mu për atë një pyetje që dua ta parashtroj këtu, është një pyetje për një sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ai ishte i tillë që ju printe imam shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishin me vlerë. Kush e gjen këtë pyetje, inshallah do ta merr një libër, Shtëpia ngritur mbi devotshmëri. Përgjigjen e ngre dorën, vetëm jo me shpejtu, tamam? Jo me vjedh në telefona, as me këshirë. Qenit sinqert që ta vinë merë një librën e devotshmërisë. Po këshirën në telefon, atër sërt interesant. Por në... Jo. Ta që të regojmë prosesi është në gjarja, transmetoni Imam Buhariu nga Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, i cili tha se kur shkuam në Medinë, muhaxhirët e parë, të cilët shkuan para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atje, e pastaj kur shkuan në Medinë, të gjithë te xhamia Kuba, të cilët e dini, të vendi pra aty, ky sahabiu i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju printe imam muhaxhirëve të parë. Thot ishte prezent Ebu Bekri radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu, e shumë sahabi tjerë, të Ebu Seleme e tjerë, të cilët ishin prezent. Por ky ishte interesant se nuk ka pas shtu vlerë si njëtë. Por është interesant se për shkak se ka nxënë më shumë përmendesh Kur'an, pejgamberi Allahut i ka dhënë përparësi dhe para shokëve të tij më të mëdhej që kanë qenë aty prezent, dhe ju ka pri imam. Para mendo, tjetë Ebu Bekri radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu prezent, dhe ai t'ju pri një imam. E çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se Kur'ani Allahu xhelle xhelaluhu e ngren dikant, edhe pse ndoshta të tjerët mund të jetë shumë i pavlerë. Sigur që hadithin që transmeton Imam Muslimi, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha nga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allahu xhelle xhelaluhu ngren disa popull me këtë libër, kush angazhohen, dhe ul të tjerë ata të cilët e neglizhojnë. Në surën Taha, Allahu xhelle xhelaluhu pra do të vinë ajetet të cilët tha: "Men a'rada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra." Kush ja kthen shpinën këtij Kur'ani, këtij përkujtimi, tha në ditën e gjykimit do të banë vetëm barë e mëkate. Pse? Se Allahu xhelle xhelaluhu tha: "Wa qad ataynaka min ladunna dhikra." Na të kemi sjellur ty dhe kemi ardhur me përkujtuesin
i cili të përkujton e i cili me të vërtet është përkujtes për ata të cilët kanë frikë Allahun xhele xhelaluhu. A thua, kush është ky sahabi që e pat këtë nder dhe këtë vlerë e të del e të prin imam shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Thash me dorë, mos me fol. Nuk kushte. E ngre dorën që ta shohim për vllaznive, tamam? Jo. Kader? Qysh? Jo. A ko sahabi qera, jo? Zejdi, jo. Umar ibn Khattabi, jo. Se thash Umar ibn Khattabi ka qenë aty me Abu Bekrin radiallahu anhu, ky ju ka dal imam. Si? Qysh? Saad ibn jo. Saad ibn Abi Waqqas, jo. Tjera ka alo. Hajde, aditi. Zubair ibn Awam. Jo. Amr ibn Awam. Jo. Bravo. Ky është pra Salim Maula Abi Hudhaifa. Na folëm për Salimin më herët. Treguam për Salimin radiallahu anhu. Pra menohet Salim Maula Abi Hudhaifa. Ky Salimi ka qenë rob i Abu Hudhaifës, por Allahu xhelle xhelaluhu shiko se çfarë vlere i ka dhënë atij. Si sahabi që të jetë imam dhe t'ju prin imam shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ai i cili është i angazhuar me Kur'an dhe me fjalën e Allahu xhelle xhelaluhu, Allahu xhelle xhelaluhu e ngren, po edhe nëse i e rob. Bëjrëm librën, Allahu që problem. Mbonja mend pra Salim Maula Abi Hudhaifa. Dhe folëm edhe në tjerat net për Salimin, tamam? Po këta janë sahabit e pejgamberit Allahut që kush do që angazhohet me të vërtet me Kur'an, atëherë pra përderisa e dini tash pyetjen se në cilën sure jemi duke lexuar edhe duke recituar, disa pyetje në surën pra. Kush e di surja Taha, a është Mekkie apo Medenie? E merr një mëso surët e shkurta. Mekkie. Bravo. Në gjatë. Pyetja tjetër. Cili është pejgamberi i parë që përmendet në këtë sure? Një. Dhe e dyta, cilët janë, nëse e din atë pejgamber, cilët janë mu'gjizat apo dy mu'gjizat të cilët ja ka dhuruar Allahu xhelle xhelaluhu? Musa alayhis salam. Po, cilët janë dy mu'gjizat? Shkopi edhe që ka forcë. Po? Shkopi edhe çarja e dek. Jo. Kush e tha dorën? Bravo. Tamam, paraforcesht ju të dy kanë me jasën paraforcesht ini këtu, Allah e shpëlet. Edhe jasën. Dhe me thonë, dy argumentet edhe dy mu'gjizat që i pat Musa alayhis salam, cilat ishim bro? A harruam pe. Shkopive shkopin. Allahu i tha o me atil ke vjemini ke e Musa, qka ke atë që e ki ndorë? Shkopin ja dha mu'gjize. Që shkopi i thjesht u formua në gjarpun. Me shkopin ishte mu'gjizja, ishte mrekullie që ala Allahu xhelle xhelalu me shkopin i mshon të detit, me shkopin ato, do me thonë shkopi ishte një mrekulli, dhe e dyta, dora e ndritur. Që e nxerrte dorën prej xhepit, ndriçim, do me thonë dora e ndritur e Musës alayhis salam. Por pyetja tjetër është, tash këtu pak vinë mendën për ta marrë 3 gjuzat e fundit. Sa pejgamber janë të përmendur me emër në surën Taha? Kush janë?
Musa, Haruni dhe... Që trauma. Kush? Musa, Haruni dhe... Kush e di sa pejgamber janë të përmendur me emër në këtë surë? Musa, Haruni dhe Jahja. Jo Jahja kuja, po s'është Jahja kjo, Jahja dhe me thonë me la yamutu fiha wala Jahja, dhe në thonë me as nuk vdes në xhehenem, e as do të ringjallësh. Tamam, as nuk ngjallëron aty. Jahja është jetë. Kush? Surën Taha e keni ngjuar shumë edhe e dini shumica. Në Kur'an është edhe kjo. Bravo. Dhe me thonë Ademi a.s. janë tre Musa, Haruni dhe Ademi a.s. Këto të tre? A mund një ndërhyjë? Po. E si është e Haruni dhe Musa. Me një ajet aty u përmend përpara Haruni, pastaj Musa. Ndërsa Musa a.s. është nga ulul azm. Çka është hikmeti i këtij ajeti ku Haruni përmendet përpara? Dietarët e tefsirit kanë thënë pse është përmendur këtu Haruni, për shkak të rëndësisë së madhe, disa, domethënë komentatorët kanë thënë për shkak të rëndësisë të cilën e ka pas Haruni, edhe se Allahu xhela xhelalu ja ka dërguar Musa a.s. Harunin, e disa të tjerë nga komentet si Ibn Kathir e të tjerë thanë për shkak përshtatjes së ajetit, jo se ka vlerë më shumë se Musa a.s. por për shkak përshtatjes së ajetit, se me thonë për shembull Harun nuk do të përfundon të ajeti sikur që i ka zgjedhur Allahu xhela xhelalu. Surja Taha përfundon me elif, i thënë elif me kësura, me elifin e shtrir, domethënë nëse al-ula, Musa, Jannatul Ula, të gjithë për shembull që janë krejt ajete për shembull me anzana litashqa, limen yakhsha, këto me elif që përfundojnë a'la, dunya qada, këto për shkak se përfundojnë kështu, wa dhalika jazaa'u man tazakka, këtë që ky elifi që përfundon, po të kishte ardhur pastaj sipas radhitit dhe vlerës Musa a.s. që është, do të prishej radhitja e shprehjes, po, ritmi i Kur'anit. E Allahu xhela xhelaluhu, padyshim se gjuha arabe është gjuhë, po aja ka krijuar dhe ai din se si ti vendos domethënë fjalët. Se të kishte ardhur sikur që ka ardhur në sure tjera, amanna bi rabbi Musa wa Harun, atë do të prishej radhitja dhe ritmi i surës dhe ai ritmi i bukur. Pra ti ka parapri Harunit me Musën, sikur në ajete tjera që ka ardhur alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Tamam? Kurse në surën Taha për shkak ritmit të që rrjedh surja ka thonë tanzila mimman khalaqal arda was samawati al ula. Tamam, gjithherë ka sjell ajo radhitja e bukur e surës e cila është. Në pyetje tjetër, edhe e përfundojmë, mos jo vonojmë më shumë, tamam? Për xhuzat atëherë janë dy zullumqtar të përmendur me emër në këtë surë, që ato kanë qenë shkak që i kanë devijuar njerëzit e që kanë thirrë në adhurim të Allahu xhela xhelalu, njëri e tjetri që kanë thirrë në adhurim të vetvetes, m'falni, dhe kanë thirrë domethënë ato në monoteizëm dhe kanë mohu monoteizmin e Allahut xhela xhelaluhu, dhe dikush ka qenë shkak për ta prishur domethënë adhurimin. E Allahu xhela xhelalu i ka përmendur me emër si shkak këto që i kanë qenë dy tiranë të mëdhej ose dy shkaktar që kanë prish besimin, që ka thirrë Musa a.s. dhe Harun a.s. Njonin e dini, ama tjetërin kush e di? Samiriu. Qish? Iblisi dhe Faraoni. Iblisi po, dihet, ama dhe me thonë Samiriu, Farauni edhe Iblisi përmendet aty, dhe me thonë të tre. Hajtë mëra një se gjatë s'ke morë. Pi pro mu ka përpjek që ta morën. Allahu i shpërbleft, e Allahu i nderoft, Allahu e bëft Kur'anin drit e shpirtave tonë dhe zemrave tonë, pranver zemrave tona, e Allahu e bëft që tjetë argument për ne në ditën e gjykimit, e Allahu xhela xhelaluhu na bëft që na të meditojmë sa më shumë rreth Kur'anit. Po një pyetje të xhvidut është me e bo, se dia do të me e boa i një gatshma? Ha? Dhe e morën talebet. Një pyetje të xhvid, por xhuzat kështu. Kush i din ti radhit shkronjat
e ikhfas. E merr me xhuzat, apo mos është shumë. Ha? Pas nuni sakinit të nëvinit vjen ikhfaja. Kush e din sa shkrojnë edhe cilët janë? Po orna. 15, po, cilat janë? Bravo. Kjo është përgjigja ma lehtë për të përgjigjë. Dhe me thonë, të gjitha ata që janë të idgami të idhari edhe iklabi, atëherë janë dhe me thonë të ikhfaja, të 15 shkrojna, si vëdha thëna kem gjede shaksën këtë seme. Tamam? Po mirë, e cilët janë shkrojna të idhari, bro? Kush është që i vogli atje? Miraj. Hecmer. Mirajin e kemi nga talevet ma të vegjel edhe ma i avë në të gjvit. Krejt të gjvitin gati se qka ta pyti shedi. Thuj edhe njëre cilët janë shkrujnë të idharit. Hamza nga në Troja. Bra. Qka ta pytish në të gjvit, i din dhe përgjigja. Dhe këto më të mëdhoja, të këtë vjen në rini, i din inshallah, dhe ta shikoni. Allahu i nderoft, Allahu i është probleft, inshallah pra qomi dhe bëjmë i badet e pak. Do të lojmë pyetje tjera, por ndërse në orë shumë inshallah.